Zonja dhe zotrinj, ju përshëndes këtu nga studio qendrore në Dritare Televizion. Jemi drejt për së drejti në emisionin intervista ditës ku ditën e sotme do të ndalen pikërisht te 4 anëtarë të përjashtuar nga Partia Demokratike në qarkun e Elbasanit, të cilët janë Alesia Balliu, Doris Malli, Zheni Gjergji dhe Rudina Alla. Ditën e sotme të ftuar në emisionin tim këtu në Dritare Televizion kam Alesia Balliu, të cilën falenderoj dhe e përshëndes në këtë moment. Alesia, të falenderoj dhe të përshëndes. Faleminderit ju për ftesën. Alesia, çfarë po ndodh në Partinë Demokratike? Siç po shikoni, po ndodh një valë e madhe përjashtimesh, pasi Partia Demokratike ka luksin të përjashtojë anëtarët e saj dhe nuk ka as pak dëshirën që të fitojë, të hapet dhe të jetë më e madhe, më e fortë, më e bashkuar. Interesi personal i Sali Berishës është mbi interesin e demokratëve dhe intereson që partia të jetë një bunkier që i shërben interesave të tij personal dhe familjar. Për mua përjashtimi ishte një nder i madh se më renditi në krata zemajdarit figurave të forta të cilat kanë bërë luftë për demokracinë, figurave të cilët nuk kanë pasur frikë të thënë vërtetën dhe figura të cilët kanë guxuar për të mirën e partisë dhe të vendit. Dhe kështu që pa diskutim unë jam e privilegjuar në këtë rast, pasi përjashtimi im vjen pikërisht kur unë guxoj të sfidoj Sali Berishën dhe përjashtimi im nuk është përjashtimi individit Alesia Balliu, por është përjashtimi i gjithë atyre demokratëve që kanë kontribute ndër vite dhe që guxojnë të sfidojnë leadershipin aktual të saj, që është Sali Berisha. E qartë, por cila është një ndër arsyet që po ndodhin këto përjashtime në Partinë Demokratike? Unë mendoj që shkaku kryesor i arsyes përjashtimit të zonjave në qarkun e Elbasanit ka qenë kandidimi im për kryetaret PD-s, sfida që unë i bëra hapur në rrjetet sociale Sali Berishës dhe pa diskutim që ai mori këtë vendim duke dhënë urdhër me anë të Flamur Nokës, një deputeti të Elbasanit, Brekuq, se kështu njihet në qytet, Blendi Himçi, dhe morën këtë vendim pa votat e kryesisë, duke dashur që mos kuptoheshe që po e bënte Berisha përjashtimin, por që po vinte nga baza PD-s e Elbasanit. Ka qenë një telefonat mesnate, vetëm që tu skualifikoja unë nga gara. Dhe kjo ka qenë arsyeja, se nëse do ishte marrë një mas, mund të ishte marrë para një viti, para 3 muaj, para 6 muaj, para 9 muaj, u morë pikërisht kur unë guxova të sfidoj Sali Berishën, dhe Sali Berisha me këtë tregoi që po e kthem partinë tamam si partia Enver Hoxhës, e cila përjashtonte çdo që mendonte ndryshe nga ai vet. Kush ju ka vendosur ndjenjë për këtë përjashtim dhe si e keni pritur ju, Alesia? Unë më ka vendosur ndjenjë një drejtues i lartë i qarkut Elbasanit, për etik nuk dua ta bëj publik emrin, dhe më ka njoftuar Alesia është urdhri Nokës dhe ka marrë Blendin që ta ekzekutoj. Kjo është bërë e gjitha që ti mos garosh për kryetaret Partisë Demokratike. Edhe aty e mora vesh e kuptova. Ditën tjetër pastaj ka qenë zonja Madhi që ka dalë në deklaratë sepse iku për të votuar se kemi pas zgjedhjet për kryetarin e Degës në Elbasan, nuk e lejuan të votonte. Ajo është antare e Këshillit Bashkiak të PD-s Elbasanit aktualisht dhe i thanë ti nuk e ke emrin këtu se je përjashtuar pa asnjë vendim apo në formë siç e do statuti që në mënyrë dhe të ankimonim apo dhe në qoftë edhe në mënyrë njerëzore për të na informuar që ne ishim përjashtuar nga dikush në mënyrë formale. Gjithashtu ne duhet të theksojmë se pak kohë më parë janë përjashtuar edhe 2 anëtarë të Partisë Demokratike në qarkun e Durrësit, ata ai është Dritan Burgia dhe Arlind Boshku. Dhe këta për të njëjtën arsye si puna juaj janë përjashtuar që janë bashkëpunonjës. Ato janë përjashtuar për të njëjtën arsye si shumë të tjerë që mendojnë ndryshe nga Sali Berisha. Dhe Sali Berisha nuk e do mendimin ndryshe. Në Durrës i ka përjashtuar sepse ato mbështetën zotin Saliani, lëvizjen e zotit Saliani, kurse në Elbasan isha unë vetë që garoja, kështu që prandaj kaloi lëvizja nga Durrësi në Elbasan. Mos kisha qenë kandidate, nuk do ishim përjashtuar. Dhe i futim paket në kontekst mos jepte një perceptim ngabuar tek publiku. A është kjo një vendimarrje publike apo një përplasje brenda Partisë Demokratike për kreun e Partisë Demokratike, të cilat janë zgjedhur në 23 mars? Si shihni ju? Shiko, kjo është absurditet që ndodh vetëm në Shqipëri, nuk ndodh në asnjë vend të botës. Kush është Sali Berisha, mërzotëri, që të vendos si kandidatët? Sali Berisha është kandidat vet, si ne. Kush është Sali Berisha të përjashtoj kandidatët pa prova? PD-ja nuk është pronë private. PD-ja është partia idealeve, partia e cila i shërben demokratëve, i shërben qytetarëve, nuk është prona individuale e Sali Berishës. Sali Berisha, nëse është kaq
stoik ndaj rregullave, ndaj drejtësisë në thonjë, sa të respektoj statutin e tapi kraun, se statuti nuk e lejon atë zotëri të jetë as kandidat. Këtë e ka vetë përjashtu statuti, ky na përjashton ne. E kupton çfarë çmendurie është? Këtë zotëri e ka vetë përjashtu statuti, sepse ka humbur zgjedhjet. Do thuash ti ai thotë që ishin fars. Pse i pranove, pse i legjitimove, pse ulën në parlament, pse po merr benefitet, pse po merr rrogën, pse po ulesh në komision? Do të thotë që ti ke pranuar zotëri, dhe ti je i vetë përjashtuar nga statuti. Si mund zgjedhësh ti kandidatët edhe të përjashtosh kandidatët? A e kupton që është një çmenduri dhe e gjithë ky proces po trajtohet në formë private, personale, në shërbim një njeriu të vetëm, i cili zgjohet, thotë nga 23 maj ka zgjedhje, sot data 2 prill as nuk kanë nxjerrë një draft as grupin e punës dhe unë do jem kandidati. Kush je ti që ti jesh kandidati? Kush je ti, mor verish? Ti je i vetë përjashtuar nga statuti. S'mund t'i tregosh antarëve të partisë statutin, kur ti vetë i përjashtuar. Me rregulla po flas, me statut. Jo me hamendësime që ai thotë unë si njoh zgjedhje tek te marrin çdo muaj rrogën. 4 milionshin gjithë. Se moment që merr 4 milionshin, moment që ulesh në parlament, moment që ulesh në tryezë, ti ke pranuar zgjedhjet. Se qa thua ti pastaj ato janë gjitha politika boshe, si ato xhirot e protestave të Berishës në bulevard që i mban 3 orë njerëzit sa për mbjetesë politike, por jo që do sjellë ndryshimin e madh. Se ne e dim që kjo është lojë. Alisa, sa e penalizojnë imazhin e Partisë Demokratike për jashtimet e kohëve të fundit që ka bërë kreu i saj? Po tani ti shifë vetë opinionin publik. Opinioni publik është kundra përjashtimeve. Madje janë deputet të nderuar të Partisë Demokratike që janë kundra përjashtimeve. Këtu dua të përmend 2 deputet PD-s që kanë dalë kundra dhe hapur, që është zoti Tomur Ali Zoti dhe zonja Jorida Tabaku. Kanë qenë kundër përjashtimeve në parti. Partia nuk i përket familjes Berisha, i përket demokratëve. Kjo parti lindi si parti e idealit, si parti për drejtësi, sot kjo parti është kundra drejtësisë, kundra ndërkombëtarëve. Kjo parti nuk pranon reflektimin, nuk pranon të vërtetën. A rrezikon Partia Demokratike të humbi besimin për këto përjashtime që ka bërë tek votuesit e saj dhe demokratët? Shiko, Partia Demokratike e ka humbur besimin, për sa kohë ka kaq vite në BZ. Partia Demokratike e ka humbur besimin dhe besueshmërinë që kur nuk respektoi primaret, kur la fituesit jashtë, e ka humbur besimin kur humbi zgjedhjet, e ka humbur besimin kur hyri kokë ulur tek Parlamenti i Krimit, e ka humbur besimin kur nuk po respekton statutin që ai e ka shkruar po vet. Janë shumë faktorë që ka humbur besimin. Që t'i rikthehet besueshmëria, duhet patjetër leadership i ri, duhen 30% e listave të jetë në rini, duhen profesionistët, intelektualët, duhet bashkimi çdo demokrati të larguar, por mbi të gjitha duhet një tryezë e madhe e përbashkët që të jetë pro institucioneve drejtësisë dhe pro faktorit ndërkombëtar. Në të kundërt nuk vjen PD-ja në pushtet, pa këto që unë sapo përmenda. A pritën përjashtime të reja brenda Partisë Demokratike, se si po e shumë situata? Tani kështu si ka shkuar, do më të habimës përjashtonit. Kështu si ka shkuar situata. Rëndësi ka që ngeli Berisha me rrethin e ngushtë dhe çdo gjë është okej. Ato nuk kanë synim të fitojnë, nuk kanë synim të mundin Ramën, synimi i tyre është të ruajnë legasinë e tyre, interesat e tyre, qokat e tyre dhe për to çdo gjë është okej sepse misioni i tyre nuk është të fitojnë. E qartë Alesia, por në qoftë se ne ndjekim të logjikë dhe këtë strategji që po ndjek kreu i Partisë Demokratike aktualisht zoti Berisha, i bie që ai është i rrezikuar dhe ka frikë për zgjedhjet e 23 maj, ndaj po bën këto përjashtime. Ai po i bën këto përjashtime sepse ai ka frikë nga gara, ai ka frikë, nuk ka frikë nga Alesia si individ. Ai ka frikë nga gara. Vetëm konceptin, trurin e tij që dikush mund ta sfidojë, dikush mund të krijojë një fraksion, dikush ka guximin ta sfidojë dhe thotë vërtetën, ai pa diskutim e skualifikon dhe i thotë kjo është shtëpia ime. Tregon që kjo është prona ime dhe aty e tregon që është më komunist se çdo person tjetër që ekziston në politikë sot. Alesia, kur ju jeni informuar që jeni përjashtuar nga rradhët e Partisë Demokratike, cilat ka qenë hapat e parë që ju keni marrë? Unë faktikisht nuk kam reaguar për hir të vërtetës, kam dalë në studio televizive se më kanë thirrur ditën e nesërme dhe aty kam dhënë deklaratat e mia, për mua ishte e pritshme, sepse pa diskutim që e dija që Berisha kishte frikë nga gara.
E dija që Berisha nuk do m'lejonte të garoja, sepse unë kisha të vërtetën me vete dhe guxoja të flisja, guxoja të artikuloja problemet reale të Partisë Demokratike, kisha suportuar edhe zotin Saliani me 5-6 foltore caktuara për parimet që ai kërkon hapjen e bashkisë, rinovimin, që kontributorët që realisht kanë punuar të shpërblehen dhe Berisha është kundra kësaj, sepse do që ta mbaj partinë bunker dhe nëse unë do isha skualifikuar nga gara me këtë pretendim unë do isha nderuar. Për mënyra se si unë u skualifikova nga kjo garë, vetëm sepse unë guxova ta sfidoj, edhe këto shpikin, pastaj ato që shpikin si përgjithëse edhe për këtë zonjën madhi kishin thënë që përjashtohen katër zonja të bashkëpunim me Ramën, pastaj doli që bashkëpunonte me Tom Doshin. Ta çfarë thonë mëngjes, nuk e thonë darkë. Më kupton, kështu që nuk janë besueshëm, se po më pyesi edhe për besueshmërinë. Tani, nëse shkruaj se ke shkruajt bashkëpunim me Ramën, në deklaratë që doli pastaj Dega PD Elbasan, tha bashkëpunim tha me Tom Dosh. Tani, çfarë të them unë, ja. Kjo është besueshmëria e kësaj partie. Gjithashtu, Alesia, ju ditën e dieshme keni organizuar dhe një le ta quajmë një takim në Elbasan. Kanë qenë antarët e Partisë Demokratike, kanë qenë individ të grup seksioneve të caktuar që e kërkuan atë takim dhe unë pa diskutim që isha dakord. Kam ftuar edhe zonjën Alla, edhe individ tjerë cilët ishin prezent të dyja aty. Ne morëm të dyja përsi për ta organizonim, sepse demokratët kishin nevojë të dëgjonin versionin ton, kishin nevojë të flisnin dhe pa diskutim që ishin kundër përjashtimit, pasi nuk ishin dakord sepse zonja ka 30 vite kontribut në PD, unë gjithashtu kam mbi 12 vite kontribut në Partinë Demokratike dhe ato në shenjë revolte pa diskutim që morën pjesë të takimi, kam folur dhe janë demokratë ndër vite që kanë kontribute në Partinë Demokratike dhe ishin kundra vendimit personal dhe familjar të Berishës. Dhe ato e demonstruan me prezencën e tyre, me zërin e tyre dhe me fuqinë e vetme që sot antarët e Partisë Demokratike kanë, që është vetëm e vërteta. Dhe atë nuk ja hiq dot Sali Berisha. Ato e kanë të drejtën të artikulojnë vërtetën ashtu siç është. Alesia, duhet të mbajë dikush përgjegjësi për këtë situatë që po ndodh brenda Partisë Demokratike? Po pa diskutim, humsit e imet majt. Pse s'është bërë analiza, zotre? Pse nuk është bërë analiza? Pse të gjithë drejtuesit politik vazhdojnë akoma marrin benefitet? Pse janë akoma në detyrë? Pse nuk bëhet analiza zgjedhjeve? Pse nuk vlerësohen kontributorët e kësaj partie? Maska i ka rënë Sali Berishës. Koha e tij politike ka mbaruar. Sa do të mundohet ta mbajë me dhunë, sa më shumë kohë të kalojë, aq më shumë individ do kem forcën dhe guximin t'i përplasim fytyrë realitetin, të vërtetën dhe pa diskutim që do gjende zgjidhjen e këtij problemi, sepse sot largimi i Sali Berishës nuk është vetëm nevojë për një opozitë të re, por është një nevojë kombëtare, pasi është marrë peng gjithë Shqipëria për shkak një leadershipi i cili nuk ka asnjë shans që të fitojë. Sepse ky individ ka humbur 2 herë dhe unë jam nga ato femra faktikisht që nuk besoj te rikthimet e treta. E qartë, Alesia, në këto ritme që pecë Partia Demokratike, shihni një shpërbërje të saj si partia e LSI-s dikur? Nuk mund ta them këtë gjë, por mund të them që ka pa diskutim do ketë regres nga 2021-shin 2025 dhe kështu do vijojnë nëse vazhdon kjo linjë. Nëse kjo linjë ndryshohet, kemi tjetër diskutim pastaj. Mundet që pas zgjedhjeve të 23 maj të kemi një ribashkim të gjithë demokratëve apo mundet kemi sërish një përçarje? Tani, 23 maj, nëse ky zotëria do garoj me veten, nuk e ç'a bashkon. Nëse ky zotëria hyn gar, procesi është jo legjitim. Është jo legjitim, mbas statutit. Ai na skualifikon ne kur statuti skualifikon Berishën. Ta thash edhe një herë, këtu është çmenduri, vetëm në Shqipëri ndodh kjo gjë. Ky është i skualifikuar me letra, me ligj, me statut. Dhe na skualifikon ne që duam të garojmë. Kjo është, ç'a bashkimi mund të kesh këtu? Ç'a besueshmërie mund të kesh kur ai e ka shkruajt vetë atë statut dhe vetë nuk e respekton? Alesia, cilat janë apa që do ndërmerrni? Unë të vazhdoj pa diskutim betejën time deri në fund.
dhe do të marrë çdo hap që është i nevojshëm për të ndjekur procedurën në mënyrë të rregullt ligjore, jo vetëm për veten, po dhe për ata që pretendojnë që do garojnë. Do një mesazh për gjithë demokratët që mundet të jenë të lënduar nga kjo situatë që po ndodhet brenda Partisë Demokratike? Të ngrihen, të protestojnë kundër leadershipit tyre. Ka ardhur koha që demokratët të reagojnë ndaj Sali Berishës dhe ka ardhur koha pa diskutim që të reformohet Partia Demokratike me kontributorët e saj, me individ cilët kanë punuar për Partinë Demokratike dhe nuk janë shpërblyer, për individ cilët duan që kjo parti të jetë fituese. Kështu që thirrja ime për demokratët do ishte që të largonin Sali Berishën nga drejtimi i Partisë Demokratike, pasi me Sali Berishën kjo forcë nuk fiton. Pasi Sali Berisha ka problemet e veta me institucionet e drejtësisë dhe me faktorin ndërkombëtar. Dhe një parti që të jetë e fortë duhet të jetë në krah drejtësisë, në krah ndërkombëtarëve që të jetë fituese. Kush nuk do ta kuptojë këtë, thjesht do pranoj që të rinë socialistët deri në 2033 pushtet me fatkeqësinë më të madhe, them këtë gjë. Mendoni se do të ndrit mbi këtë çështje? Unë mendoj që ku ka të vërtet, ku ka rini, ku ka demokrat që e duan vërtet PD-n, ku ka nisma të cilat sa do të vogla mund duken në fillim, por të jenë demokratët ata që i bashkohen në rrugës pa diskutim që ka drejt, pasi unë besoj fort që ajo parti nuk është prona Sali Berishës. Aliza, të falenderoj që të pata ditën e sotme në intervistë. Ju falenderoj dhe unë. Dhe uroj që të jetë dritë vërtet mbi këtë çështjen e përjashtore të Partisë Demokratike që ndërta jeni dhe ju. Faleminderit Aliza. Faleminderit. Zonja dhe zotrin, kemi ardhur edhe për ditën e sotme në fund të intervistës ditës. Unë ju falenderoj për vëmendjen, bashkë miru takofshim ditën e nesër. Deri atëherë, miru pafshim.